ndryshe në Top Albania Radio. Kemi hyrë tek pyetjet pa nivel dhe pyetja e parë është udhimi i fundit ku e ke bër me kë e ke bër? Udhimi i fundit Mos thuj Kuba. Jo, ka qenë Kuba, po i para fundit. Se më vjen për qarku thot kam qenë Kuba. Kaq. Nuk e shpjegojmë shumë. Ç'kella? Po çka ashtu si mohabet? Kishte bilet preme o njëri. E kisha bilet në prerës shkova. Dhe nuk shkove. Po isha në Portokalli, ç'a të bëj? Filloi Portokallia. Po të kisha zëvendësuar unë. E ty aty ke kubanezën e Shako. E di sa është radha me zëvendësuk të burrin? Po me zëvendësuk të burrin, si Ku ke fillim udhimi apo ke Portokallia? Ke Portokalli. Ke Portokalli. Si fillim do të ikin Cerrik. Shako 30 vite, pastaj shkoj në Elbasan. Shako jeti i pasur? Jo. Nuk Si jo? Nuk jam? Shumë Unë të mirë. di kështu milioner, miliarder. Po varet nga këndvështrimi i të qenit të pasur. Po unë jam shumë mirë, jam shumë më tepër se sa kisha menduar që do isha në këtë kohë dhe do bëhem edhe më mirë se ç'jam tani. Padyshim. Kam besim shumë të madh. Kur trasin Tano, Dritan apo Shako, si e ke më kollaj për këtë kokën, ose për Ke gjitha me këtë kokën. nuk ka kështu, ha? Ka Jo. njerëz që trasin Tano ty? Sigurisht po. Ka. Po në shtëpi më trasin tani. Po, në shtëpi, Prindrit po. trasin tani, Miranda më thret tani. Çuna, Gregu. çuna. Gregu. Nipi më thret tani. Nuk e di që ekziston një emër tjetër. Ua, se e pyeta unë si është gjyshi tani tha. Po tani u kujtova. Po. Kështu që do të them që shokët e mi të vjetër më thrasin gjithë tani, miqtë e ngushtë shumë Po. gjithë më thrasin tani. Ke më ego për të konkuruar për president të Jo, federatës? s'kam. Nuk Që e atë s'kam pas asnjë. S'ke pas më. Është një gjë që është e pamundur sepse kush është do iki shprehen që derisa vdekjet në ndaj është i shkon njët me trupin. Ajo që nuk ka për ndodha asnjëherë që ka për të. Këto ishin 7 mandatet e para, do ndodhen edhe 7 tjera. Pastaj mas vdekjes do ta lëshoj sepse në Shqipëri jo vetëm ke futbolli që s'e lço kurr, po pse kë shoqat kanë lçuar ndonjëherë. A di ti aty të bëj paralizëm shumë thjesht? Shkurt, shumë shkurt, se jemi Nëna mbretresh, nuk dojmë ka gjatë shumë në nëna përgjigje. mbretresh e një koshere blethesh jeton 2 vjet si mbretresha e kosherës. Kryetari i shoqatës blegtarive ka 24 vjetësh i njëjti. Shako e ndjek ti Big Brother? Po, e Apo ndjek, prej po. Senaldos më shumë? Jam i shgënjym që s'është Ronaldo, sepse për mua është fituesi i Big Brotherit, kushdo që ta fitoj, sado pjeshk apo sado inteligjent macho tjetë, në fund Ronaldo ishte për mua është super personazh, i shumë i rëndësishëm edhe shpresoj që të gjitha përkrahen kjo kërkesa modeste që ka bërë sepse meriton shumë tepër se kaq. Për të ndihmuar për të blerë shtëpi. Njeriu është godfounder e tij, i bëj thirrje çdo njeri që ka mundësi të kontribuoj. Ajo që di të them është që nuk kisha parë ndonjëherë një njeri me aq energji pozitive dhe me aq besim për veten dhe aq me nivel kulturor se si ai prej shumë vitesh në jetë. Duke ditë se sa të vështirë ka pas me i pas gjithë të gjë ka pas të gjën. Sa i limituar ka qenë mundësitë e tij, ka arrit jashtëzakonisht shumë. Absolutisht po. Është një komentator që të ngjan ty. E tham pra atë, e tham. Prit, e kam pyetur tjetër. Të vjen mirë ti kur thonë që Shako që ka Shako kë. Apo të vjen keq që o Sare, nuk më vjen mirë fare. E para herë që nuk do të ngjaj askush. Çdo njeri thash pak a shumë fillim, po të bua them prapë. Çdo njeri do të jetë vetë. Bëj si dush, po bëj vetvetja se të imitosh dikë. Çfarë talenti ke ti që se dim ne? Që se di asnjë, ose mund ta di shumë pak veta. Un kam talent që të mbaj me humor edhe nuk e lçoj kurr humorin edhe energjinë pozitive në çdo situatë. Shumë energjik je më burr. Të dim të talent, as keni talent që nuk ta dim, për shembull që ndisa, ku di mund të kështu gjërash nga këto. Peshkon. Pesh çfarë? Gatuan. Gatuj po. Gatun. Po. Tani gatuj po mos jam unë prezent, kur jam unë prezent gjithë mendojnë që jam super kuzhinier. Kur si jam unë nuk kam gjendje me këto jesh tifoz në botror. Botror s'kam vendos me qemin e një tifoz. Amo asnjëherë ti ke kthy përgjigje këtyre pyetjeve. Na lodhe u burr. Sot robi Spanja. Kush do dojë dita fiton e botrorit? Italia. No, Italia s'është fare. Magjike s'është, po iku e Rafi Bosnia, sorry. Iku Italia? Iku. Ku? Shtëpi, a casa. Nuk e thua, s'ka Jo, se them, se kam vendosur akoma, po prit vinë. Se ka vendosur. Okej, ja të fitoj Messi prap, inshallah. Kush është femra më e bukur e ekraneve shqiptare për ty? Femra më e bukur e ekraneve shqiptare për mua? Po. Në televizion shqiptar këtë është tani, aktualisht që është në xhiro tani për shembull. Ku e dim, tu i ndrojnë një në 3 ditë, po dim gjë se kush është. Tu femrat më janë më tani me apo pa filtra?
Pa filtr. Ku i kena bane pa filtr vllai? Steve Jobs, po dalim dhe vetë me filtra. E kena dilem kush o më e bukur se tani ai të filtrosura sa nuk e. E kuptuam Elona Dura, vazhdojmë. Në fakt, u menduj në dy herë. U menduj një të thoshte Elona Dura, Elona Dura. Po jo më se unë i përkas radios. Elona Dura është më seksi, po më e bukur mund të jetë dikush tjetër. Unë i përkas radios, si ekraneve shqiptare. Jenë stacioni 10 digital tani. Mirë, okay. Ekran quhet. Po ke djeta. Po pa, nota 10 për. Nota 10. Je zën me grushta kur qeni vogël? Jo, kur jam qenë i vogël, kur jam rrit, kam më thënë. Kur jam qenë i vogël, jo se mbronte vllai, më zhdopni në druk të gjithë. Ke luajtur kështu me kopaca Ta them vërtet po. Kam pas 2 pseudonime. I pari ka qenë Tan Vdeksi. Çuçi. Se kam pas vetëm Brindu, kam qenë me i dopti. Ke qenë i dobët? Po. Po mos kisha vllajën tim çimi më zhdopni në dru, edhe realisht po ta them këtë. Shumë kam qenë shumë i dobët. Madje kemi shkuar në plazh ku kemi qenë të vegjël, me prindrit. Jo, kishin 2 objektiva prindrit. Baba me mamën tim, mund të më shnoshtin, më jepshin makaron me zor, vllajën çimin ta adopsonin. Ta adopson. Tani kemi hyrë në rubrikën e preferuar të shqiptarëve në vend të fjalës seks, fjalën koment. Shagoxha. Do ta pranosh apo jo? No comment. Jo, në vend. Jo, ke ca pyetje. Në vend të fjalës seks, ne do të vendosim fjalën koment. Po, no comment. No comment. Yes comment. Sa ke pa komentuar një ndeshje? I 5-6 vjeç i është boktit me stadium. Kthej përgjigjet. Shumë pak, një javë. Ke kush televizion? Ku është sekreti? Ku qëndron sekreti? Ku qëndron sekreti të qenurit një komentator i mirë? Opa. Se energjia. Bëhe mirë, bëhe vetë. E thaj dhe gjatë intervistës. Ti ke komentuar gjithmonë në një nga ato komentues që në tonalitete të larta. Domethënë që ke kështu. Pse? Pse vërtet? Pse vërtet kur komenton për shembull, kur bëhet goli. Me tut me llafe, por se jo do bëj që ti njëri mendja. Që ti ngeli mendja, më pëlqeu përgjigja. Ke komentuar ndonjëherë në studio vetëm me brek? Ua. Ç'është ky pyetje? Jo, s'kam komentuar asnjë. Asnjë me brek? Po pse më ka shtëpia komentojmë ne? Komenton nga Kuba. Komentet që ke bërë gjithmonë në studio. Më thonë ke bërë gjithmonë në studio apo ke pas raste që ke komentuar në stadium për shkakun, në fush, ke dalë aty në hapësirë apo gjithmonë në një dhomë. Ke pasi komente në hapësirë, në hapësirë, më thënë kuptimin në vend të hapur? Në hapësirë dhe në kohë. Ka ecur kështu me hapin e kohës. Ke dëshirë të rikthesh komentimit fuqishëm? Ndje vetëm të ri për të komentuar prapë si dikur? Si dikur se di, po gjithë me pyet ti. Po që do ketë cilësi komenti, do ketë, nuk diskutohet. Qef po, cilësi se di. Zakonisht ti ke komentuar vetëm, po ke pas dhe raste që ke pas një aty, një specialist futbolli. Me kë ndjer më komod, vetëm apo me një tjetër? Me një tjetër apo? Dyshe domethënë, a? Ke pas komente tresh? Wow. Me 2 specialista dhe ti, për shembull, 3 veta. Po i treti ka qenë larg, s'ka qenë prezant. Si të nesim sipër, ishte më poshtë. Ose shako studio tjetrin tribun për shembull. Kush është komenti, domethënë, më i mirë që ke bërë ti dhe me kë skuadër ke komentuar, emrin e skuadrës? Do emrin e skuadrës. Skuadra. Nuk thot kolegut, për shembull, po skuadrës. Si fillim mirë, janë 2 skuadrat. Se unë nuk kam komentuar. Ti ke komentuar gjithmonë 2 skuadra, ha? Po unë atletik s'kam komentuar. A që edhe disku, apo edhe shtize. Po, që do ti, e më imagjinon më që duke komentuar edhe shtize. E ka hedhur dhe ungull. Shtiza. Mirë, pyetja e fundit. Zot. Nuk e tha përgjigjen, prit. Po, fal. Emrin e ekipit që ke. Do na mos hiq kufjet. Emrin e ekipit o vlla që ke komentuar dhe je kënaq. Nëse bëri nguli shtizën, s'ka gjë. E ke ndjetë gjithmonë kënaqësi që mbas komentit kur sa i dilte thoshte na ke kënaqur, koment si ky s'kemi gjunë herë kur apo ti nuk i kishe qef komplimentat për komentin tënd të bukur. Për flamurin më të bukur, ky komenti kështu për shembull që e njeh gjithë Shqipëria.
E kuptove dëgjoj. E gjithë e dim që orren, gjithë na pëlqen me një gjuhë. Okej, e kuptova. Ke ngërë ndonjëherë duke komentuar? Çfarë? Ushqim. Gënjeshtra po. Cili është një veprim që bën shpesh gjatë komentit? Ku di un pi cigare, del pi në i puro. Mbas komentit? Gjatë komentit, ka Ose gjatë ose mbas komentit? Ke një ritual tëndin? Vi. Heq skit. Nuk e di Barsalet një prandaj. Se di Lona Barsalet. Nuk e di Barsalet. Se lutem tregoj Barsaletin sa shumë. Ta tregoj Barsaletin. Mi ta mbyll me këtë Barsaletin. Mira, e mbyllim me këtë. Shako Hoxha e kaloi testin e komentit. Bëna me humor se njëri më serioz. Bëna me humor se njëri me seriozitet. Hajde burr tash, se do shkojmë shohim Prime-in. Shkon njëri ushtar, edhe kthehet i mal me bor atje, edhe domethënë nga mali zbret poshtë shtëpi. Reparti ushtarak ishte edhe shkoi poshtë në shtëpi. Edhe mbas një javë erdhi se sa ishte filluar tha aman ti kjo komandant se sa e martuar tha dhe duhet të shkoj ke gruaja, se kam shtëpi tha dhe morën ushtar. Edhe u nis nga maja me bor atje. Me ski, se ku ishte me ski vajin në shtëpi. Edhe u kthy mas javë. Edhe sa hyri tha aty shofe. Po e gjetë tha ç'a bëra sa vajta në shtëpi tha. Njëri tha takove nanën. Jo, takove babën, takove këtë. Njëri tha shkove me gruan tha, bëre seks me gruan, bëre seks me gruan. Bravo gjetë edhe po mbasi bëra seks me gruan, ç'a bëra tha. Njëri po takove nanën, takove babën. I tha njëri bëre prap, jo se gjithasë ç'a bëre? Hoqja skit. Dhe ky Hoqja skit. Ky mbyll mikrofonin pas komentit, po nuk e tha. Me në studio ishte dritar Shako Hoxha. Aty frenuam dhe. Faleminderit Shako, U knaqem. Po na dheni mi zbrinjë ato. Gjithsesi edhe juve që na ndoqët, jemi shumë të kënaqur me juve dhe ata që na shërbyen me gjithë elementet teknologjik të Top Albania Radios. Po të burim ti thoshte faleminderit ti. Edhe Davidi patjetër të hënsha. Lule. Ku di unë si quhet kjo? Palmën. Lule ka emrin Lule është karafil. Jo, ç'është karafil? Ajo është bambu. Apo fil. Jo. Të hënsha lulen kaq. Lule. Natën e mirë dhe mirë takohemi marrë tjetër. Ciao. Javën tjetër shihemi, dëgjohemi.